dy fjalë për sfilatën, si u ndjeve? Jam shumë emocionuar për momentin dhe jam shumë, domethënë ishte shumë emocionuese çdo gjë. Ishte hera e parë që ti merre pjesë në Albania Fashion Week? Isha dhe herën e kaluar, isha dhe kam qenë edhe Milano Fashion Week gjithashtu. Ishte hera e tretë, po emocionat janë po të njëjta që në çdo herë, kështu që nuk do të. A i prisje këtë sukses dhe këtë dashuri kaq të madhe? Për aq kohë sa çdo gjë e bëj me pasion, besoj se po. Mund ta thosh dy fjalë mbi koleksionin, frymëzimi jot cili ka qenë? Koleksioni quhet Elysium, edhe koleksionin unë e kam me tekstil të bërë vetë, e bëj vetë tekstilin, edhe domethënë ato palat, rrudha, çdo gjë janë krijuara me dorë nga unë dhe ndoshta edhe, jo ndoshta po 80% është e qepur edhe me dorë. Edhe për sa i përket temës koleksionit, Elysium nuk kupton një parajsë të paarritshme dhe është më shumë çështje ndjenjash, domethënë kur neve dëshirojmë shumë diçka, por është që është shumë e bukur, por që ndoshta edhe nuk e arrim dot, po prapë vetet e bukur dhe e dëshirojmë pak. Edhe ishte thjesht disa ndjenja, domethënë që neve na përcjellin ato momente që neve përpiqemi të pasqyrojmë edhe në veshje. Faleminderit shumë. Të uroj shumë suksese.